Universe. Ti ke edhe titull i ke të veçantë të albumit. Free Floating into the Stars. Këto janë nga të fundit edhe këtu kam inkorporuar dhe elementin e technos. Këtu është inkorporuar elementi dhe i technos i dance-it, për shembull bashkë me kitarën klasike, edhe me gjërat klasike për shembull, se kanë fiksime. Free Human pastaj ka të bëjë çik dhe me jetën time. Se kam një dietë time, shumë njerëz në botë, edhe. Po tash edhe fotot janë mbi vendosje. Po, jam unë aty dhe natyra. Nuk e di sa unë dallojt. Unë e dalloj që këtu. Ja pisa e ballit këtu. Mjekra, natyra. Aty jam unë, domethënë janë dy foto ku kam qenë natyrë, prapë të njëjta natyrë. Ku është Gjak Moçmi i famshëm? Gjak Moçmi i famshëm është projekti im i parë faktikisht që kam bë solo që ishte. Kjo është, mund ta quajmë LP, le të themi, është me 4 këngë, nuk është album as single, janë 4 këngë. Po çfarë kuptimi ka Gjak Moçëm? Gjak Moçëm është Gjaku i Moçëm, domethënë ai plaku i vjetër, i lashtë, ai që di dhe flet, domethënë urtar, le të themi, i urti. Kuptoj. I urti domethënë ai që pleqtë fshatit e dikurshëm, Gjak Moçëm, ai që domethënë është i vjetër njëkohësisht në këtë tokë, domethënë historia që kemi neve shqiptarë që është histori e vjetër, le të themi, pavarësisht se kemi shumë sulme të kjo aspekt, s'kemi pse i fut me domobeti, historia jonë është e tillë domethënë dhe neve jemi Gjak Moçëm. Një popull amerikan nuk është Gjak Moçëm, le të themi për mua, nuk ka gjakun e lashtë. Neve kemi gjakun shumë të moçëm. Se fjala moçëm në shqip me dialekte më kështu mund të kapit aspektin i lashtë. Gjak i lashtë, domethënë gjak i moçëm, gjak i hershëm. Edhe është ideja se nga që kjo muzikë, ky album është fiks frymëzuar nga burimorja shqiptare që thash, nga historia, domethënë, kjo më shumë çifteli dhe fyll dhe polifoni. Ato më frymëzuan më shumë që ishin më shumë dhe fylli me polifoninë se janë pak më të gëzueshme, le të themi. Pavarësisht se muzika jon ka dhe shumë epike, shumë epike, po ka dhe shumë melankolira dhe shumë vajtime se vetëm luftra, vdekje, po edhe qefe, edhe fitime kanë, po fylli ka një gjë tjetër, nuk e di se këtu janë frymëzuar shumë, edhe nga çiftelit dhe nga këto. Që nga titulli që është shumë mesazh me plot kuptim. Gjak Moçëm. Po, pastaj ke dhe që do të thoj këtë që titulli 1, po. Titulli i këngëve, titulli i këngëve thot. Dhe po ta mendosh, ti po thua fylli, polifoni dhe nga death metal që ti e ke atë bazën tënde, që e ke nisë thua është kombinim edhe i veçantë. Po. Edhe nuk e di, ngeli në stilin e vet. Po kjo nuk ka lidhje me metalin për shkakun. Kjo është folk. Është domethënë folk music që është një rrymë e re jashtëtet që quhet, s'kesi folk, nuk mund ta quash popullore. Është term modern, domethënë folk music është muzikë e lozur me instrumenta modern. Mund të inkorporosh ndonjë instrument të vjetër, nga ku ti po bazohesh, por riprodhon deri diku stilin e muzikës të tënde të vjetër. Ky është koncepti në folku që ka dalë jo nga Gjermania fix, po nga Evropa Veriore, po Gjermania dhe Austria kanë shumë grupe të tilla për shembull. Dhe me këtë aspekt e loza, se një gjë fort të këtë lloj muzike, edhe nga ky aspekt e bëra këtë kështu, domethënë se kjo për shembull u bë për në 2013 në version i parë i Gjak Moçmit, që ishte vetëm me kitare, vetëm me 2 kitare që i hodha unë për shembull, edhe harçi që i futa dhe nxora. Po duke qenë si basist, se ta thash që parë si muhabet, se Santa Semi dhe gjatë emisionit, po duke qenë basist, në gjëva para ca kohësh e thash re. Po në gjë e thash pse nuk kam bas këtë album. Se nuk kam bas këto këngë, domethënë duke qenë basist kam lënë nam, thash edhe si kam has bas saj. E nesër thash hajt ta bëj një remix. Se gjithë bosa po bën remixe, thash pse mos i bëj zonë vetë stime remix. Unë nuk e bëna techno, thjesht kësaj i shtova basin edhe i shtova bateri. Se s'kishte as bateri as drums, domethënë i shtova dhe drums sa po jap dhe i ritëm, i preka pak harçet i bëra më ndryshe, domethënë i rinxora edhe një herë. Edhe aty titujt janë pastaj që janë se përgjithsisht muzika ime është instrumentale, që duhet ta nëse duan ta dinë dhe njerëzit për shembull, unë nuk bëj tekste, unë mund shkruaj ndaj poezi. Kjo nuk ka për shembull, po ajo Free Human që ishte çfarë, ajo është me 2 këngë për shembull, Free Human dhe The Carnivore Way, është kënga e dytë.
Ato që të dyja kanë nga një poezi për shembull. Nuk është e kënduar, si është kushdo që dëgjon këngën, i kam ofruar edhe një lexim. Se si ta thash para unë mendoj muzika është instrumentale, edhe unë jam kapiteni i anijës time, ti je kapiteni i anijës tënde, edhe secili me radhë. Ti e dëgjon, unë t'jap thjesht anijen, ti çoje ku të duash. Edhe udhëto ku të duash, domethënë e bën ti historinë, nuk e bëj unë historinë. Se mendoj që duke i dhënë tekstin, duke i kënduar, ja jep dhe historinë gati, ja jep në pjatë domethënë. Unë thjesht t'jap mjetin, lundrotesh ti. Edhe kjo është ideja ime, domethënë. Kurse te Gjak Moçmi e bëm se e kam ideuar bashkë me vllajin të gjithë konceptin, domethënë, ku më erdhi emri Gjak Moçëm. Titujt e këngëve janë kështu që lejnë pak domethënë. Të edhe të lejnë si enigmë, të titin pak që të enigmë, po kjo është ideja, prandaj dhe i kam përzgjedhur tituj të tillë. Domethënë, ky albumi është më space folk pastaj. Po ai për shembull ka kënga e parë janë gjurmët për shembull. Gjurmët që e quajti vllai se është ideja dhe fantazia, domethënë ajo që thash, domethënë, si e dëgjojmë këngën time, nuk e dëgjon ti. Ti konceptoj mund të kesh një fantazi tjetër me ato melodi që të thash. Atë që të vjen nga momenti. Po, unë nga të kisha një, edhe vllai në atë moment kishte një për shembull, po pak a shumë kishim ai domethënë kishte këtë idenë e gjurmë, domethënë ai pylli domethënë dikur që lodhshim te liçeni që ka qenë pyll liçeni dikur për shembull, përfiron ai freskia domethënë e pranverës, ca galamaj duke vrapuar, duke qeshur, duke lodhur, duke lëritur për shembull ato gjurmët që ngelen për tokë për shembull. Kënga e dytë pastaj Shtegu i fshet, në vazhdimsi të kësaj. Vazhdimësia e kësaj ishte një pyll për vërtetës, një mal për vërtetës, domethënë që ose siç është Shqipëria jonë, domethënë që shkon në një mal dhe ecën diku, edhe thjesht shfaqesh me një shteg që nuk e dije që ishte aty, se mund të kenë kaluar vetëm zit aty për shembull, dhe ti peca topa zish për shembull të vogla, edhe u futet edhe ti aty dhe del diku që thu që ka dhe kjo bukuri këtu, për shembull. Shtegu i fshet, ishte e dyta, kurse e treta është Mjegulla mbyll Buzgjarpër. Tash kjo ka një çik histori shumë të lashtë për shembull, se Buzgjarpër është toponim në Shkodër, po nuk ekziston më ky vend, domethënë. Vendi është akoma, se më ku është fiks, është një kodër, po ky ka qenë fshat në Iliri, që ishte Buzgjarpri. Ishte biçim kodri që ka formën e thot vetë emri. Kështu që Mjegulla mbi Buzgjarpër ishte një histori atë që mund të fantazosh aty luftra që kanë ndodhur ose njëra ose tjetra, po melodia që jep te kënga ishte pak kështu si melankolike, po pak si epike njëkohësisht. Dhe ishte kjo mënyra këta luftëtarë që kthehen në mjegull dhe nuk e di ma janë fitimtar apo janë humbës, nuk ka s'po qeshin as po qajnë. Edhe Mjegulla mbi Buzgjarpër. Kurse e katra pastaj ishte Fladi pranveror, se është mbylla me notë pozitive dhe thjesht kaq, domethënë është ai Fladi pranveror që kënaqemi të gjithë, domethënë që thjesht femrat e kanë më kështu që lejnë flokun dhe i hikën mbrapa për shembull, në një ditë pranvere në Perëndim për shembull, shumë e thjeshtë. Është thjesht ka një solo kitarë ajo në fund dhe i bashkangjit edhe piano më vonë, edhe ajo ma dha këtë titull faktikisht, e kisha kështu ore ç'është gjë më pranverë, një gjë më pranverë, edhe kisha 2 ditë ç'është gjë më pranverë, edhe Fladi pranveror, kaq. Domethënë vetëm titujt duan minuta të shpjegohen. Po. Merr më shkruaj tekste për këtë. Duan kohë që të gjenden. Nuk kanë thjesht tituj, ju që i vendosin titujt kështu si ta vin titullin ose një fjalë që thuhet shpesh në tekste dhe ai ka këtë titull. Shif në një shikim ka çdo gjë po. Domethënë unë e kam nga ky aspekt, domethënë çdo titull ka një ngarkesë nga mbrapa, domethënë se kështu e kam si timen këtë, domethënë nuk mund të thjesht odha një fjalë, ajo fjalë ka vetëm këtë kuptim. Kur ke të bësh me art është art. Exploring the universe për shembull, që thotë ku është ky tipi këtu. Ajo ta thot pak a shumë ashqare që e duke bëu aty, exploring the universe. Tash ti varet çfarë njeh univers njeriu. Kupton por që më thënë është kjo ideja që mbar diçka nga mbrapa kjo, se universi nuk është thjesht një ajo zoma mbrapa kësaj derës, janë shumë dyer të tjera. Të shkosh a do kthesh? A do jesh në explore apo vetëm në vanish, in the universe. Se disa do ndodhe po të bëj tekst. Edhe kështu i kam për është ai kanalizimi që thash për shembull që duke e kanalizuar muzikën, thjesht më vjen vetë titulli një moment i kësaj gjithë komplekse që ndjer në trurin për shembull. Kuptoj. Edhe të them të drejtën e dëgjoj shumë një këngë para se ta nxjerr të dëgjojnë të tjerët.
detajist shumë, fute shumë detaje. Po, Kjo është tamam që duhet quhet muzikë në fakt. Që nga titulli, që nga kuptimi i gjithës, edhe ta imagjinoni gjithë këtë shpjegim që është edhe muzikë pa tekst në një gjuhë thjesht populli. Instrumental, ose pa tekst, po fiks. Pa fjalë, se kupton. Muzikë pa fjalë. Imagjinoj po të kishte edhe fjalë pas çfarë shpjegim mund të kishte.